na ka ngelur edhe çështja e zgjedhjes së presidentit. Andaj, të nderuar delegat të Këshillit të Përgjithshëm, më lejoni disa fjalë rreth kësaj çështje, për të cilën tashmë nuk kanë mbetur edhe shumë ditë. Pas formimit të qeverisë, kemi filluar angazhimin intensiv për këtë proces, duke pasur parasysh kohën e shkurtër që kemi në dispozicion, por gjithmonë pa harruar faktin thelbësor se për zgjedhjen e presidentit nevojiten 80 vota në kuvend. Kam qenë plotësisht i vetëdijshëm se lëvizja vetëvendosje e vetme nuk i ka 80 vota. Për këtë arsye, menjëherë kam vendosur kontakte me liderët e dy partive më të mëdha opozitare, me qëllim që të diskutojmë për mënyrat e tejkalimit të kësaj sfide në mënyrë institucionale dhe të përgjegjshme. Takimet kanë qenë konstruktive dhe fillimisht ka qenë një pajtueshmëri se vendi ka nevojë për një figurë unifikuese. Një figurë e tillë pa diskutueshme për të gjithë, sigurisht do të ishte një kandidat nga familja emblematike Jashari. Bindja ime ka qenë dhe vazhdon të mbetet se një figurë e profesor e personalitet si Murat Jashari do të gëzonte mbështetje gjithpartijake, do të ishte nder për Republikën, stabilitet për institucionin dhe siguri për kombin. Rrethonat gjeopolitike, nga lufta në Ukrainë, konflikti SBA-Iran dhe tensionit lindjen e afërt e të mesme, si dhe kërcënimet e sulmet e njëpasnjëshme nga Serbia, përfshir agresionin terrorist në Banjë, sulmin kinetik në kanalin Iber-Lepens dhe kërcënimet e përditshme nga fqinji ynë verior, kërkoj një moment reflektimi dhe një figurë e cila i bën ballë shtrëngatave me të cilat mund të përballet vendi ynë. Në kohë të vështira, ne gjithmonë, siç e dini të gjithë ju, kemi gjetur mbështetje dhe frymëzim te familja Jashari, ashtu siç gjetëm kohën e luftës nën udhëheqjen e kryekomandantit Adem Jashari. Prandaj edhe sot zgjedhja e një figure si Murat Jashari do të ishte zgjedhja e duhur në momentin e duhur. Pra, ky do të ishte dhe vazhdon të mbetet rasti ideal. Megjithkëto, pas takimit të dytë që pata